Të dashur ndjekës të podcastit Muhabet e Kulture dhe ju përcjellës të portalit Almak Press. Sot me mu është kryetari i shoqatës Drauda Kumit, artisti, dizajneri grafikës, miku im dhe kolegu im Arjan Rufati. Mirë se më erdhe. Mirëdita dhe mirë se u gjeta. Faleminderit Arjan që u përgjigje ftesës për të bashkëbiseduar në këtë format të këtij emisioni ku kemi bashkëbisedim me artistë të ndryshëm, të fushave të ndryshme, të mediumeve të ndryshme, të cilët brenda një debati arrim që të shfaqim të gjitha të mirat dhe problematikat, nëse mund kështu të shprehem, të kulturës shqiptare këtu në Maqedoninë së Veriut. Shoqata Drauda Kum është themeluar në vitin 1999. Është një ndër shoqatat më të vjetra, më respekt, do kisha thonë, që kemi ne artistët dhe gati për 20 vitesh arrin të krijon vetëm koloninë ndërkombëtare, pra mos bisedojmë për aktivitete tjera. Kur jemi të kolonia ndërkombëtare që e keni si një lloj trademarku, si një lloj logoe e cila ju përfaqëson juve. Na tregoni çfarë bën këtë ngjarje kaq të veçantë, të cilës i përgjigjen të gjithë artistët nga mbar bota dhe marrin pjesë në këtë koloni ndërkombëtare. Këtë vitin faktikisht kolonia artistike Gostivari që kemi titulluar ashtu Gostivari 2024-2025, në vitin 2025 e ka mbajtur koloninë 21 me radhë. Domethënë në këtë koloni kanë marrë pjesë me qindra artistë të vendit, artistë të rinj, artistë ndërkombëtar, mbarkombëtar. Domethënë shoqata Drauda Kum i ka ofruar gjithë llojet artistëve, duke filluar nga artistët të rinj, nga artistët profesionale, gjithë artistët e gjithë bransheve të tjera. Domethënë jemi munduar dhe çdo kujt që u kemi dërguar ftesa që u përgjigj pozitivisht. Në shoqatën Drauda Kum, domethënë është numri i veprave të cilët artistët i kanë lënë është një numër i madh, edhe pse shoqata dhuron vepra, domethënë për bamirësi, dhuron vepra për ekspozita ekspozita humanitare, dhuron vepra për ato që na ndihmojnë, mirë po prap numri i veprave në shoqatë është mbi 500 vepra. Domethënë diku 500 vepra i kemi në arkivën e shoqatës. Në arkivën e shoqatës, të cilë fal një drejtori të Qendrës për Kulturë, tash i kemi edhe zyrët në kuadër të Qendrës për Kulturë në Gostivar. Domethënë nuk i kemi mas sekretarët të tjerë i kanë marrë veprat që ti sekretari i Drauda Kumit, duhet të kishte edhe një depo, për shkak se veprat duhet të marrësh në shtëpi. Kurse tash me drejtorin Hot Miftari që na mundsoi domethënë një hapësirë, veprat i kemi në Qendrën për Kulturë Gostivar dhe janë të sigurta. Pra realisht shoqata Drauda Kum tash edhe me adresë është zyrtarisht në Pallatin e Kulturës në Gostivar, që ky e ndihmon në kontekst teknik dhe logjistik shumë punën e. Shumë na kanë ndihmuar dhe jemi stacionuar, domethënë çdo gjë e kemi nëpërmjet. Aty ku ka vendin, aty jemi. Aty ku jemi. Cilat janë planet për koloninë e vitit 2026? Cilat janë pritshmëritë juaja? Po, tash ne jemi në përgatitje të ekspozitës mbarkombëtare të çmimit nëntorit, mirë po kemi filluar me dërgimin e ftesave për vitin 2026 faktikisht. Ne presim tash buxhetin e Ministrisë Kulturës, në bazë të buxhetit të cilët do planifikojmë se sa do të jenë mjetet, aq artistë do të ftojmë. Mirë po artistën mbarkombëtar, ndërkombëtar, ne veç kemi filluar të thirrim se ato duhet të bëjmë planet 6 muaj para kohe për të marrë pjesë. Planet 6 mujore. Po. Kur jemi tek ekspozita, unë jam ndëru me çmimin e nëntorit për grafik digjitale dhe ka qenë një prej çmimeve më më rëndësi që kam marrë, pasi që vet artistët të në një formë të vlerësojnë, pra komisioni i cili është i përbërë nga profesorët tanë në Universitetin e Tetovës, janë ata të cilët vlerësojnë artistët. Dhe besoj që çdo kush që pretendon të fiton çmimin e nëntorit duhet të kalojë këtë lloj skenimi profesional, nëse mund të bëj vlerësimi, dhe ka mundësi të na sqarosh në pika të shkurta çfarë është ekspozita e nëntorit, çfarë përfaqëson kjo ekspozitë, cilët janë çmimet të cilët ndahen, cilët artistë kanë drejt të marrin pjesë, pasi që festat e nëntorit më i kemi në prak dhe edhe ekspozita realisht do dhe mas 2 javë. Kjo ekspozita e organizohet për nder të festave të nëntorit, është një ndër ekspozitat më tradicionale të shoqatës, të cilat i kanë nga fillimi i saj, ku mbi 20 vite është organizohet edhe kjo ekspozitë. Domethënë kjo është ekspozitë mbarkombëtare, të cilat artistët shqiptar mund të marrin nga gjithë trojet shqiptare. Në vazhdim konkursi është ende i hapur dhe kemi deri tash kemi një numër mbi 35 vepra, domethënë që nga gjithë shtetet, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, nga gjithë vendet e Maqedonisë së Veriut dhe vazhdon të jetë ende konkursi i hapur. Pas kësaj, shoqata ka këshillin artistik i cili përbohet nga profesorët, siç përmendet ju, eminent, domethënë profesorët docent, profesor Xhelili, profesor Reshat Ahmeti, profesor Meliku, është në komision është edhe profesor
Muameri, domethënë ata është një organ i pavarur nga udhëheqësia e shoqatës, ata pastaj mblidhen, ne u dërgojmë gjitha veprat atyre, edhe ato i zgjedhin gjitha çmimet. Domethënë çmimi kryesor. Pra më fal, edhe një herë ta theksojmë se kjo është shumë e rëndësishme, pra keni arritur që të krijoni një komision të pavarur, autonom, që nuk i përgjigjet gjithsesi, nuk është në ndikimin e shoqatës së Draudakumit. Kryetari, unë si kryetari i shoqatës edhe nuk marr pjesë në atë, domethënë kur mbahet. Shumë korrekte. Domethënë është kryetari ajo komisioni ka kryetarin e vet, domethënë edhe kryetari me anëtarët, ata e vendosin gjithë dhe neve na japin proces verbalin se cilat çmime janë, domethënë, ne çmimi kryesor i ekspozitës nëntorit është çmimi nëntorit, domethënë për vepër më të mirë artistike, mirë po në bazë të punimeve ne çdo vit japim edhe çmimin për pikturë, për skulpturë, për grafik, vizatim, instalacion, fotografi artistike, dizajn. Domethënë nëse kemi të gjithë punimet që në gjithë mediumet punimet që ja vlejnë, nuk do të thotë se kemi punime në fotografi dhe patjetër të ndjet çmimi për fotografi, domethënë nëse ja vlejnë për çmim, komisioni vlerëson dhe i jep çmimin për fotografi ose për dizajn diçka mediume të tjera. Domethënë çmimi nëntorit këtë vit nuk e di se ka ende komisioni nuk është mbajtur mbahet ditën e hënë, besoj se konkursi është në fund. Dhe do të shohim se cila vepër do të jetë këtë vit për çmimin e nëntorit. Vlen të theksoj se çmimin e nëntorit në shoqatën Draudakum e kanë marrë shumë artistë. Vlen të përmendet ka marrë Omer Kaleshi, një ndër artistë domethënë me emër që është shqiptar, kanë marrë shumë artistë të njohur nga Shqipëria, nga Kosova, domethënë kanë marrë shumë artistë të cilët ja vlen lista e artistëve pjesëmarrës, si ka qenë dhe lista e artistëve të cilët kanë marrë çmime, neve na bën krenar si shoqatë artistike dhe si shoqatë të cilave vepron që 25 vite. Mund bim në përfundim se edhe pse nuk është çmim zyrtar, shtetëror, por është një ndër çmimet më të preferuara që preferojnë artistët e artit figurativ. Po vetë pjesëmarrja në këtë ekspozitë e vërteton këtë që thoni ju, domethënë vetë pjesëmarrja në këtë ekspozitë me një konkurs domethënë që shpallet brenda një muaji, interesimi i madh nga gjithë vendet shqiptare, domethënë nga Kosova, Shqipëria, vërteton se ky çmim vërtet ka një vlerë dhe me të vërtetë edhe pse s'është çmim shtetëror, synojmë që ta bëjmë, domethënë jemi në bashkëpunim me Galerinë e Gostivarit që diçka të kemi edhe ashtu, është një ndër çmimet të shoqatave artistike, jo qeveritare, domethënë që është me çmim më eminent. Edhe këtë çmim çdo kush e ka me krenari, edhe ne jemi krenar se gjithë artistët pjesëmarrës që kanë marrë, jemi krenar për vetë faktin që përmendet që 35 artistë kanë shprehë dëshirë që të jenë pjesë e ekspozitës së nëntorit për vitin 2025. Tregon kjo për një kualitet të jashtëzakonshëm të kësaj ekspozite. Po domethënë që të arrish në shoqatat jo qeveritare, shoqatat artistike, domethënë nuk jemi institucion, që të arrish edhe të eliminosh, domethënë në konkurs ka pas që ne kemi eliminuar punime. Domethënë është shumë e rëndë, ka pas shoqatat që mezi institucionit që mezi arrin në konkurs të mbledhin 10 punime, jo të eliminosh, i lusin, kurse të shoqata jonë ne kemi aq shumë interesim që në fund komisionit ka 2-3 artistë cilët nuk i plotësojnë kushtet, nuk janë në kuadër të konkursit. Të peshmërive? Po, të konkursit, faktikisht në bazë të atyre që i kemë pikave të konkursit, komisioni artistike dhe i eliminon, domethënë nuk janë pjesëmarrës në këtë ekspozitë. Pra, kualiteti është ajo synimi i Draudakumit. Në faqen e fundit të katalogut të kësaj çmimit të nëntorit, çdo vit ne shpallim fituesit të çmimeve prej 2006 se kanë. Domethënë kur do ta shihni aty se cilat emra kanë qenë, me të vërtetë shihet se më kemi pas një kualitet shumë mirë dhe vazhdojmë ta mbajmë atë kualitetin e artit figurativ. Ju si shoqat keni arritur që të mbani gjallë artin figurativ jo vetëm në komunën e Gostivarit, por të keni impakt në gjithë Republikën e Maqedonisë, por jo vetëm, pra në Shqipëri dhe Kosovë. Sa është rënd kur deri më tani nuk ka pas një institucion zyrtar të artit figurativ, realisht u formua Galeria e Arteve vjet, mirë po ende nuk është funksionale si duhet. Sa është rënd që të mbahet pesha e kultivimit të artit figurativ në qytetin e Gostivarit, por edhe si theksuam gjithësisht që pastaj me impakt më të gjerë, rajonal. Kjo shoqat domethënë u themelua 1999 si nevojë artistëve të atëhershëm për shkak se nuk kanë pasur mundësi se si të veprojnë, domethënë kjo ka qenë një pikë referimi atyre profesorëve të parë, duke filluar nga profesor Bashkimi, Burhani, Reshati, Osmani dhe tash unë si kryetar, domethënë puna atyre do është për të vlerësuar, të cilën ne tash e vazhdojmë si gjenerat më e re. Vlen të përmendet se Draudakumi është edhe themeluesi i Galerisë së Gostivarit, domethënë ka qenë iniciues disa vite me radhë dhe me ndihmën e qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ajo galeri u themelua. Domethënë edhe ajo punë e galerisë ka qenë si iniciativë jone.
edhe arritëm ta themelojmë, domethënë keni një njohuri. Mirë, po tash për disa arsye nuk e dim edhe ne pse ajo galeri nuk funksionon dhe është vetëm me drejtor, nuk kemi ato pritshmëritë se kishim. Mirë, po shoqata vazhdon të jetë më e suksesshme dhe shpresojmë që në vitet e ardhshme do të jetë edhe më besoj se do të arrijmë edhe qëllimin të cilët e kanë për ato që është themeluar në vitet e 1999. Kjo për në pika të shkurtë është për atë. Po dushet përmendi edhe këtë, domethënë përkrahja jonë ka qenë vazhdimisht nga Ministria e Kulturës. Edhe nga komuna e Gostivarit. Mirë, po ne nuk kemi ndetur trokish, ne kemi trokitur në përdyrët e ndërmarrjeve të Gostivarit, të cilat ne nuk kemi mundësi si tish problem ato. Mirë, po me ndihmën atyre ne nga një vepër u kemi dhënë dhe kështu kemi munduar disi ta mbajmë gjallë punë kompenzimi. Po, punë kompenzimi, po ne më shumë kur i kemi marrë mjetët prej ndërmarrjeve të qytetit, nuk i kemi marrë se do u hapi vepër. Mirë, po ne për respekt atyre ju kemi dhënë nga një vepër që e kanë përkrahur kulturën. Sa është përkrahje? Është përkrahje reale nga ndërmarrjet nga biznesmenët. Ka përkrahje apo jo, kështu ndërmarrjet i kemi gjetur domethënë një miku, një shoku, nuk është ndërmarrje që pritet që duhet të ketë. Domethënë nuk përkrahen shumë. Nuk ka përkrahje. Jo, nuk ka shumë përkrahje. Si duhet që të jetë për artin, të ketë një sens, pra një lloj sentimenti të veçantë për përkrah artin. Jo, nuk është ajo përkrahje që duhet të jetë dhe që i presim. Mirë, po ne çdo vit për aktivitetet ku ministria nuk na ka përkrahur mjaftueshëm, komuna nuk na ka përkrahur shembull mjaftueshëm, ne kemi munduar, kemi gjetur të miqët e ndërmarrje ku ju kemi marrë ndonjë dinar dhe e kemi kalu aktivitetin mirë, po aktiviteti është realizuar. Në këto 20 vite, 25 vite. 25 vite, kërkëndjes. Se vitin e 2024 ne kemi... Në këto 25 vite, që i bie goxha punë është bërë. Shumë. Mund të më ndash disa momente që kanë qenë më markante, më të mëdha të Draudakumit, të cilët e kanë vënë në këtë pjedestal që është tash. Faktikisht vlen përmendet, vitin e kaluar ne kishim një aktivitet të shkëlqyeshëm ku festuam 25 vjetorin e themelimit të shoqatës dhe kemi festuar me 25 vepra të artistëve më të mirë të mundshëm që kemi pas në koleksionin tonë. Domethënë atë vit kemi respektuar edhe gjithë kryetarët, ne kanë një mirënjohje për punën e tyre se ne thash gjithë ata emra që kanë qenë kryesi deri tash ne vetëm e vazhdojmë. Vlen të përmendet aktivitetet që kemi bërë, aktivitet që janë bërë dhe unë kam qenë në disa si pjesëmarrës ose si ndihmës, ka qenë aktivitetet humanitare. Kemi bërë aktivitete për ndihmë për Kumanovën, kemi bërë aktivitete, domethënë shumë llojshmëri aktivitete mbas të nevojave dhe ne jemi kyçur me një aktivitet artistik, ose qoftë aktivitet humanitar, aktivitet për mbledhje donacion, kemi shitur piktura, domethënë ka pasur shumë aktivitete mirë, po vlen të theksohet se Draudakumi si amblem dhe si aktivitete kryesore ka koloninë artistike, domethënë që mban çdo vit edhe çmimin e nëntorit. Këto janë dy aktivitete të cilat janë vula e shoqatës dhe vula aktiviteteve të përvitshme. Dhe mbas asaj ne pastaj kemi organizuar edhe ekspozita kolektive, tjera salloni pranveror, ekspozita personale të artistëve. Mirë, po tash me disa rregulla të Ministrisë Kulturës ne jemi ngushtuar dhe mund të mbajmë vetëm dy aktivitete që përkrahen nga Ministria e Kulturës. Më herët cekët që keni shit piktura të fondit tuaj të pikturave, të cilët janë, siç e tham më herët, janë realizuar në kontekst të kolonisë artistike për shkaqe humanitare. Pra për të ndihmuar persona në nevojë. Mendoj që kjo është goxha fisnike dhe është vlen për t'ju falendëruar pra për këtë punë që keni bërë. Kështu aktivitete brenda 25 vite ndoshta kemi pas 5-6 ekspozita të cilën nga fondi shoqatës kemi shitur vepra, kemi organizuar ekspozita humanitare në atë rast edhe ato që janë ardashësit kanë pas mundësi se ne kemi shitur me çmim më të lirë, por vetëm me qëllimin që t'i ndihmojmë atë një aksioni ose t'i ndihmojmë ka pasur për shumë sende. Domethënë shoqata ka bërë shumë këto aksione. Vetëm unë që i mbaj mend jam mbi 5-6 aktivitete, mbi 5-6 ekspozita. Të cilët janë realizuar me sukses. Janë realizuar dhe një ndër ekspozitat është realizuar në 4 qytete. Kemi realizuar në Tibër, në Shkup, në Tetov, kemi shitur njësoj vepra, në Kumanov, domethënë kemi realizuar në 5 qytete shqiptare dhe kemi shitur mbi 20-30 vepra. Domethënë u përgjigjen njerëzit ftesës. Po, u përgjigjen ku në Shkup e mbaj mend një biznesmen i bleti mbi 5-6 vepra. Domethënë vetëm kur e mor feste për çka organizojmë, për cilën qëllim, domethënë jam blej mbi 5-6 vetëm një biznesmen i ka blej 5-6 vepra në Shkup. Në atë ekspozitë mbajnë ekzistojnë njerëz altruistë të cilët shtrin dorën për ndihmë. Në atë ekspozita janë shitur shumica vepra, nëse kemi ekspozuar mbi 30 vepra, do gati se gjithë janë shitur, gjithë veprat artistike. Bravo. Edhe me çmime jo shumë të larta, vetëm në qëllimin e kemi pas për të ndihmuar aksionin. Nevojshme për të kryer shumë. Veprat janë gjithë janë pranë shoqatës, veprat janë që pranuar për kolonisë, por janë vepra gjithë, domethënë vepra me temë artistëve me emër. Po. Arion, për në të ardhmen, si ju sekretari i shoqatës, si e parashihni rrugtimin e Draudakumit?
Kështu, rrugtimi janë i shoqatës se ne kështu i themi në mes shokëve, mes atyre disa njerëzve që jemi në qytet, domethënë që kemi mbajtur këtë shoqatë gjatë që i përmenda emrat prej të profesorëve bashkime, krejt të kryetarët, gjithë janë ende aktiv, kush më shumë e kush më pak. Qëllimi janë i shoqatës ka qenë që ta themelojmë galeri. Ne galerinë e themeluam me ndihmën e qeverisë Republikës Maqedonisë, edhe menduam se disa aktivitete të shoqatës do të transferojmë galerisë. Në transferojmë edhe disa nga veprat galerisë, se për shkak të mbas të ligjit për trashëgimi kulturor ju e dini se ne nuk mund t'i mbajmë disa vepra të artistëve shumë të mirë, ato të rinë depo. Ato duhet të bëhen kategorizime, valorizime dhe vlerësohen dhe duhet të shkojnë aty ku kanë vendi, domethënë duhen të jenë ekspozuara çdo herë. Atë punë ne si shoqatë nuk mund ta bëjmë. Kurse institucioni nacional mund ta bëjë me targim për të bërë. Po, ka atë mundësi. Mirë, po këta është galeria në një hap e bën. Qeveria e bën edhe një hap që e themeloj, mirë po diçka nuk funksionon për momentin. Gati 2 vite që nuk funksionon galeria. Nuk funksionon, domethënë prej themelimit që u bë po 2 vite gati, se ajo galeri ka vetëm drejtor, nuk ka punësuar, nuk ka aktivitet. Qeveria ku e sulmon, ku e mbron, domethënë të herë thoshte se do ta mbyllim, herë do ta ashtu se nuk janë ashtu. Mirë, po ne qëllimi i shoqatës ka qenë kjo. Ne të disa nga aktivitetet që transferojmë shoqatën, shoqata do të vazhdojnë ende me aktivitetet tradicionale dhe ne do të jemi pak më të liruar nga disa aktivitete se e kemi marrë si obligim, domethënë patjetër ne ta mbajmë këtë. Si fëmijë joni dhe duam ta rrisim. Mirë, po vin disa kohëra që vërtet ndrojnë shojnë gjeneratat, ne lodhemi ose diçka se çdo punë, kjo vlen për të përmend, çdo punë që kam bë unë si kryetar tash, si atëherë si antar, edhe antarët tjerë, ne kemi bë pa kok dinari honorar. Domethënë në gjithë vitet që mund të mirën institucioni, se regjistrat i kemi aty aktivitet, domethënë askush nuk ka marrë 1 dinar honorar. Pra, gjithçka bëhet për të mirën e artit. Ja, një sakrifikim. Po, një vetë sakrifikim, një ndër kolegët dje për dje na lajmëroi, tha du ta çojmë një vepër nga Shqipëria për të marrë pjesë. Normale kemi pas kemi kolege, ka qenë koloninë artistike, kemi dalë në ora 2:30 natës, kemi sakrifikuar, kemi dalë, kemi marrë veprën në qytet ke busi për shkak të kemi në ekspozitë. Domethënë, sakrifikojmë nga vetja, nga familja për ta mbajtur, nga mjetet e tjera. Nga gjithçka për ta mbajtur. Ja dhe kjo që ka marrë sot tonë të është vetë harxhim. Edhe në emisione të tjera kur kemi shkuar, domethënë çdo gjë është në vetë harxhim. Asgjë nuk marrin nga fondi i shoqatës. Mirë, po tash ne kemi pak mjete. Me pak mjete mundohemi të bëjmë shumë punë, me gjithë shokët dhe kolegët që janë në kuadër të shoqatës. Shif, unë jam domethënë shumë mirënjohës për punën që bëni, edhe ne kemi diskutuar edhe më herët edhe në nivelet e tjera. Edhe na keni përkrahur. Por është një prej shoqatave thash që është më seriozja dhe që ka arritur që të krijojë një lloj aure të suksesit në mbar trujet shqiptare. Unë desha të duke uru ty punë të mbarë si kryetari shoqatës, por edhe gjithë kolegëve tonë që janë aty, që të vazhdoni me punën, pasi që në mungesë të galerisë së arteve, detyrimisht ju duhet të vazhdoni misionin tuaj, deri në formimin real të saj dhe krijimin e gjithë strukturës organizative dhe organogramit funksionues të galerisë dhe hapësirës të cilët duhet t'i jepet. Juve detyrimisht që ngele për borxh që të vazhdoni misionin fisnik që keni. Patjetër, ne edhe me themelimin e galerisë, ne vetëm menduam pak të na lehtësohet puna, se shoqata do të vazhdojë, do të funksionojë. Tash unë jam në vitin e 4 të mandatit, do të kemi pak zgjedhje të kryesisë të re, do të vazhdojmë. Shoqata do të vazhdojë, do të jetë aktive, se me të vërtetë kur e kemi vendu këto binarët kështu, dhe tash është shumë thjeshtë, se shoqata ka një emër, ne nuk intervenojmë Ministritë të Kulturës, nuk intervenojmë domethënë komunë. Vetëm me emri paraqitja e shoqatës, ne kemi arritur atë domethënë atë emër. Emri pra i paraprin. Po, i paraprin projekteve ose diçka tjetër. Nuk janë shumë të mjaftueshme, mirë po me ato mjete, bazë të mjeteve tash që presim për koloninë artistike, me ato mjete aq artistët do të ftojmë. 2 pyetje teknike përfund. Në cilën datë dhe në cilën orë mbahet një ekspozita nëntorit, që për shikuesit ta kenë të qartë. Ekspozita çmimi nëntorit do të mbahet ditën e flamurit, domethënë me 28 nëntor, në ora 19 në Qendrën për Kulturën në Gostivar. Ndërsa kolonia artistike në cilën periudhë të vitit mbahet? Kolonia artistike do të mbahet në muajin e 6, tradicionalisht e kemi mbajtur ashtu, dhe do të shohim një vikend, domethënë i muajit 6, mbahet data 19, 18, cila do të jetë e muajit të 6. Për shkak se do ta kapim vikendin, se kemi edhe artistë nga jashtë, kështu që të shfrytëzojmë edhe e fillon në enjtë, e premte, ashtu në diell deri te hana. Arjen, unë edhe një herë të falenderoj për prezencën, për mundësinë që na dhe që të bashkëbisedojmë dhe të njoftohemi me punën e shoqatës tuaj, por mbi të gjitha të njoftohemi me punën që bëni për artin figurativ në qytetin e Gostivarit.
Faleminderit edhe juve, faleminderit për ftesën, faleminderit për përkrahjen që na jepni shoqatës, edhe si artist, edhe si tashmë këtë podcastin e juaj. Shpresojmë se bashkëpunimet tona do të vazhdojnë. Detyrimisht, patjetër. Shumë faleminderit Arian. Të dashur ndjekës të podcastit Movet e Kulturës, deri në takimin e radhës, miru pafshim.